Okej, sa po mbarova me porosin time, skanova këtë kodin dhe to my surprise, unë kam marrë vërtet në një yakiniku dhe këtu doja që të vija shumë dhe do ta bëj këtu ushimin vet. Herën e fundit që isha në një yakiniku ishte kur isha në Japoni me Inën dhe I loved it, the meat there was so good. Kështu që do provojmë tani këtu. Jam shumë excited. Këtu nuk është vap fare, po unë e kam veshur këtë sepse jam bërë ujë me djerës nga që isha në bike edhe aty ishte shumë vap dhe në të njëjtën kohë duhet ta veshësh një gjë që mos u të raj era se ftohesh. Unë po mësoj nga këta locals këtu. Edhe po e mbaj këta tani sa të më thahet djersa ose mund të ble ndonjë robë edhe ta vesh. Mund të ble ndonjë robë që ta heq këtë bluzën që kam poshtë me djerës dhe të vesh një tjetër. Por për momentin jemi këtu. Tani, pse erdha këtu? Unë erdha në Shqipëri, ndajta aty për 2 muaj dhe kisha 2 plane të bukura, por për fatin tim të mirë, nuk ecën ashtu si të shtuaj dhe pastaj fillova po shikoja për një shtëpi me qera. Long story short, unë do ta bëj storyn long tani sepse duhet. Punova me disa real estate agent aty në Tiranë që ishin shumë të mirë, e vlerësoj shumë, vërtet jam